Këtu është horoskopi i diel 29 qershor 2025 për ju. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Yjet ju ndihmojnë të përmbushni një dëshirë për jetën emocionale, mos e mbyllni veten. Edhe dikush mund të është duke lëvizur mes dy tregimeve. Demi. Sot do të dëshironi të jeni në paqe me mjedisin tuaj. Së shpejti mund të flasim përsëri për dashurinë dhe të kthehemi në lojë. Binjaket. Pjesa e parë interesante e ditës, por pas dite mund të zgjoni disa probleme të vogla në familje. Kini kujdes që të mos merrni gabim llogarit ose të shkarkoni shpenzimet. Gaforja. Kini kujdes sepse këto ditë mund të keni konfirmim se një njeri është vërtet i interesuar për ju, mos i nënvlerësoni takimet e reja. Pavarësisht gjithçkaje nuk ka mungesë të fitoreve personale. Luani. Kënaqësi diskrete, veçanërisht nga pikpamja sociale dhe sentimentale. Jeni gati të hidhni hapa të mëdhenj, edhe nëse nga pikpamja ekonomike mbizotëron mendimi dhe qetësia. Virgjeresha. Çdo ditë duhet të luftosh, je mësuar me këtë. Mos hiq dorë nga projektet e mëdha, mbaje fort atë që ke dhe mos kërko shumë nga fati. Peshorja. Ditë e vështirë, qëndroni larg njerëzve që mund t'ju lodhin ose t'ju shtojnë ankthet, e kaluara sjell disa probleme. Mundohuni të mos i bëni ata përreth jush të paguajnë kostot e kësaj mosvëmendjeje të përgjithshme. Akrepi. Mbështetni arsyet tuaja, por mos insistoni shumë sepse rrezikoni të bëni gabime. Mbi të gjitha përpiquni të mos zemëroheni me njerëzit që ju rrethojnë, ka nevojë për më shumë mirëkuptim. Shigjetari. Gjithçka ndryshon në jetën tuaj dhe ju doni të provoni aventura të reja. Dikush hodhi një peshë dhe tani po ndihet shumë më mirë. Britsjapi. Ju mund të plotësoni një dëshirë, të ndryshoni jetën tuaj, të udhëtoni çfarëdo që dëshironi. Emocione të forta në dashuri. Ujori. Për ata që nuk kanë histori, ekziston vetëm një nxitje, lëreni veten të shihet përreth. Periudhë shumë e rëndësishme, e pasionuar, edhe dikush do të jetë në gjendje të përjetojë dy dashuri në të njëjtën kohë. Peshqit. Vendimet e rëndësishme kanë të bëjnë me mjedisin familjar, pasuritë personale. Do të jeni në gjendje të reagoni mirë ndaj çdo kërkese, qoftë edhe atyre më të bezdishme. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.